Një vendim historik në Shtetet e Bashkuara mund të ndryshojë mënyrën si funksionojnë rrjetet sociale për të rinjt. Një juri në Los Angeles shpalli përgjegjëse kompanitë Meta dhe Google për dëmet që, sipas padis, u janë shkaktuar fëmijëve dhe adoleshentëve përmes platformave të tyre. Sipas vendimit, Meta duhet të paguajë $4.2 milion, ndërsa Google $1.8 milion dëmshpërblim. Edhe pse këto shuma janë të vogla krahasuar me vlerën gjigante të kompanive, rasti konsiderohet një pikë kthese në betejën ligjore ndaj rrjeteve sociale. Zëdhënësja e Metas deklaroi se kompania nuk pajtohet me vendimin dhe do ta apelojë atë, duke theksuar se shëndeti mendor i adoleshentëve është një çështje komplekse që nuk mund të lidhet me një aplikacion të vetëm. Nga ana tjetër, avokati i paditësve, Mark Lanier, e cilësoi vendimin si një fitore të rëndësishme, duke theksuar se juria e konsideroi sjelljen e kompanive të dënueshme dhe se ky është vetëm fillimi i proceseve të ngjashme. Rasti lidhet me një të re, e cila pretendon se u bë e varur nga YouTube dhe Instagram që në moshë të vogël për shkak të dizajnit të tyre që synon të tërheqë vëmendjen. Juria arriti në përfundimin se kompanitë nuk paralajmëruan mjaftueshëm për rreziqet. Jashtë gjykatës, prindër që pretendojnë se kanë humbur fëmijët e tyre për shkak të rrjeteve sociale, mbajtën pankarta me emrat e tyre, duke kërkuar drejtësi dhe ndryshim. Ekspertët thonë se ky vendim mund të hapë rrugën për qindra paditë të tjera dhe të detyrojë gjigantët e teknologjisë të rishikojnë mënyrën si ndërtojnë dhe mbrojnë platformat e tyre.